Lola Haradinaj, tashmë një figurë e njohur në botën e showbizit shqiptar, ka rëmbyer vëmendjen në rrjeteve sociale me një fotografi të postuar së fundmi në Instagram, ku ajo shfaqet përkrah bashkëshortit të saj, deputetit të AK-s Daud Haradinaj, e veshur me një fustan të artë me shkëlqim delikat dhe linja të pastra që përfaqësojnë siluetën e saj. Lola ka lënë pa fjalë ndjekësit, të cilët në komentet e tyre kanë bërë krahasime të shumta me aktorët e famshme të Hollywoodit. Pamja e saj në këtë paraqitje realizuar në dasmën e vëllait të saj reflekton një përkushtim të jashtëzakonshëm ndaj detajeve, nga aksesorët me nuanca ari tek modeli e hapur në supe dhe grimi sofistikuar. Lola ka treguar edhe një herë se nuk është thjesht një emër në skenën televizive, por një ikon stili që di të kombinojë elegancën me feminitetin në mënyrën më të natyrshme të mundshme. Por përveç shkëlqimit të saj dhe vëmendjes mediatike që ajo tërheq në qendër të interesit publik, kohëve të fundit është të rikthyer historia e dashurisë së saj me Daud Haradinajin, një romanc që ka kaluar përmes sfidave të pazakonta dhe që sot vazhdon të frymëzojë. Takimi i parë, një fillim i pazakont në një kohë të vështirë. Çifti Haradinaj pak kohë më parë ka dhënë një intervistë ekskluzive për televizionin ATV, ku kanë rrëfyer për herë të parë bashkë në mënyrë të detajuar historinë e dashurisë së tyre. Takimi i tyre i parë nuk është as pak i zakonshëm. Siç rrëfen Daud Haradinaj, gjithçka nisi më shumë se 20 vjet më parë, në rrethana të jashtëzakonshme në burg. Isha në burg pas luftës për shkak të një problemi me drejtësinë ndërkombëtare. Aty filloi gjithçka. Lola erdhi me motrën e saj për të më vizituar. Ishte një vizitë që nuk e harroj kurrë. Kontaktet filluan aty, pastaj u bën më të shpeshta pas lirimit tim në vitin 2006. Ndoshta kur je në izolim, të gjitha vajzat të duken të mira, por kjo ishte pak më e mirë. Ka rrëfyer Dauti me një humor të lehtë që e shoqëroi gjatë gjithë intervistës. Për Lolën, ndonse e re në atë kohë, ndjesia ishte e përzier mes emocionit dhe pasigurisë. Mbaj mend kur më mori në telefon për herë të parë. Flisnim për tema të thjeshta, asgjë të jashtëzakonshme, por një ditë më tha se nëse mund të shkoja ta takoja vetëm, mu duk pak e pazakont. Sidomos mënyra se si do të ndodhte vizita më krijoi një ndjesi frike, por vendosa të shkoj. Gjatë gjithë rrugës ndjesha në siklet, por e mbaj mend si një kujtim të bukur, ndoshta më të bukurin, kujton Lola me emocione. Një vit largësi, një dashuri në ndërtim. Për një vit të tërë, kontakti i tyre ka qenë vetëm përmes telefonit. Nuk e kishim takuar kurrë fizikisht, pas asaj vizite, vetëm zëri, fjalët dhe një farë lidhje shpirtërore që nisi të krijohej natyrshëm. Nuk ka qenë një dashuri klasike, por ishte e sinqertë, e ngadalt dhe e fortë, thot Lola. Në vitin 2006, Daud Haradinaj lirohet nga burgu dhe çifti më në fund takohen ballë për ballë jashtë murit të hekurave. Ai moment, siç e përshkruan Lola, ishte si në një film. Kisha shumë emocione, nuk dija si do të ndjesha sepse për një vit kishim krijuar një lidhje pa u parë, por kur e pash ndjeva një qetësi, një siguri që më konfirmoi gjithçka që kisha ndjerë gjatë gjithë asaj kohe. Një jetë bashkë, dashuri, prindërim dhe partneritet. Pas takimit të tyre, lidhja u forcua edhe më shumë. Në një kohë të shkurtër, ata ndërtuan një jetë të përbashkët, të cilën sot e ndajnë me 2 fëmijët e tyre, një djalë dhe një vajzë. Fëmijët janë bekimi ynë më i madh, shpreh Dauti. Ata na japin kuptim, por na kujtojnë gjithashtu se sa larg kemi ardhur. Lola, e cila ka ndërtuar një karrierë të suksesshme në televizion dhe më pas është shndërruar në një influencuese të ndjekur, nuk ka nguluar të tregojë se partneri i saj ka qenë gjithmonë mbështetja më e madhe. Edhe kur nuk isha pjesë e ekranit, edhe kur nuk isha nën ende, ai më ka parë gjithmonë si të plotësuar. Kjo është dashuria, kur tjetri të shehet të tërë, edhe kur ti ndihesh e coptuar. Një çift publik, por me themele të forta private, të dy janë shpesh në qendër të vëmendjes së mediave roz. Paraqitja e tyre në ngjarje publike, fotografitë në rrjetet sociale apo komentet në intervista janë gjithmonë të ndjekura me interes. Megjithatë, siç e theksojnë të dy, pavarësisht ekspozimit, ata e kanë mbajtur lidhjen të shëndetshme duke u bazuar në besim, komunikim dhe respekt të ndërsjellët. Çfarëdo që ndodh jashtë, jeta jonë brenda mureve të shtëpisë është shumë më e rëndësishme. Aty jemi ne, pa filtra, pa kamera, pa fjalë, thjesht dy njerëz që e duan njëri tjetrin, thot Lola, si një shembull frymëzimi. Historia e tyre nuk është thjesht një rrëfim romantik, është një dëshmi se dashuria mund të lindë
edhe në vendet më të papritura dhe se me durim, besim dhe përkushtim, gjithçka është e mundur. Nga një vizitë në burg në një martesë të suksesshme, nga telefonatat e fshehta në një familje të lumtur, Lola dhe Daud Haradinaj janë një histori që te kalon titujt e faqes roz. Në një epokë ku marrëdhëniet shpesh sfidohen nga ritmi i shpejtë i jetës dhe presioni i rrjeteve sociale, çifti Haradinaj na kujton se baza e çdo dashurie të vërtetë janë kujtimet, sakrificat dhe përkushtimi. Dhe teksa Lola vazhdon të shkëlqejë me stilin dhe jeshin e saj si një aktore hollywoodiane, nuk ka dyshim se pas çdo imazhi që na mahnit në Instagram, qëndron një histori edhe më e bukur, një dashuri që lindi mes vështirësive dhe luluzoi në dritë. Ish prezantuesja e njohur e radio televizionit të Kosovës RTK, Lola Haradinaj, ka ndarë së fundmi me ndjekësit e saj një moment të veçantë nga jeta personale, duke postuar në Instagram një fotografi të realizuar në dasmën e vëllait të saj. Në këtë imazh, ajo shfaqet përkrah bashkëshortit të saj, deputetit e njohur Daud Haradinaj, në një paraqitje që ka tërhequr menjëherë vëmendjen e publikut dhe mediave. Ngjarja festive, e cila u mbajt para pak ditësh, u shndërrua në një festë të mirëfillt elegance, ku çdo detaj ishte menduar me kujdes. Në qendër të vëmendjes ishin padyshim Lola dhe Dauti, të cilët u paraqiten me një stil koordinuar, klasik dhe njëkohësisht modern, duke reflektuar një harmoni të dukshme, jo vetëm në pamje, por edhe në energjinë që transmetoni si çift. Lola Haradinaj, njohur për sensin e saj të rafinuar të modës, kishte zgjedhur për këtë rast një fustan të artë me nuanca bronzi, që binte në sy për shkëlqimin e tij delikat dhe prerjen elegante. Fustani me model të hapur në supe i vinte në pa, siluetën dhe tenin e saj të nxjerrë, duke i shtuar një dozë të ndjeshme feminitetit dhe seksualitetit. Për zgjedhja e kësaj ngjyre u konsiderua nga ndjekësit si një zgjedhje perfekte që thekson bukurinë natyrale të saj dhe jetë pamjes një ndjesi glamuri, pa qenë të tepruar. Aksesoret e përzgjedhur me kujdes, një çantë e vogël me zinxhir të artë dhe vath diskret, plotësonin pamjen me finesë, pa e mbi ngarkuar. Kombinimi i elementeve të thjeshtë me detaje luksoze krijoi një paraqitje të balancuar dhe të kuruar deri në intasi, që është karakteristike stilit të Lolës. Në anën tjetër, deputeti Daud Haradinaj kishte zgjedhur një kostum të zi klasik të kombinuar me një këmishë të bardhë dhe kravatë e errët. Veshja e tij reflektonte seriozitet dhe pikurinë që e karakterizon, duke ruajtur një stil të sofistikuar e njëherësh të përmbajtur. Ajo që e veçonte paraqitjen e tij ishin syzet e zeza, të cilat i jepnin një prekje moderne dhe një nuancë misterioze tërheqëse. Çifti, duke i sinkronizuar në mënyrë perfekte, jo vetëm përmes përzgjedhjes së veshjeve të tyre që plotësonin njëra tjetrën, por edhe në qëndrimin e tyre të sigurt dhe të afërt që rrëfente një lidhje të fortë dhe harmonike. Ata u shfaqën si një çift i balancuar mes traditës dhe modernes, duke ruajtur një identitet të qartë, por gjithnjë në hap me kohën. Postimi Lola Haradinajt në Instagram mori një vëmendje të madhe nga ndjekësit, të cilët vërshuan me komente pozitive dhe komplimente. Fansat vlerësuan jo vetëm stilin e tyre të veçantë, por edhe një energji pozitive që ata transmetojnë si çift. Shumë prej tyre e cilësuan fotografinë si një përfaqësim perfekt i elegancës dhe dashurisë. Në një kohë ku rrjetet sociale janë shndërruar në një platformë për të ndarë momente personale, por edhe për të frymëzuar të tjerët, Lola dhe Daud Haradinaj treguan se si një çift publik mund të përçojë klasë, stil dhe ndjeshmëri pa e humbur autenticitetin. Ky moment nga dasma familjare nuk ishte vetëm një kuptim i bukur i festës, por edhe një shembull i rafinuar i mënyrës se si dashuria dhe eleganca mund të shprehen përmes detajeve të vogla të kuruara me përkushtim.